Por, në dhjetorin e atij viti 2015, Komisioni i Venecias nxjerr opinionin e parë të ndërmjetëm mbi ato ndryshime. Dhe një nga gjërat që thot për vetimin thot kjo, ndër të tjera thot, do të dëmtoj perceptimin publik mbi gjyqtarët, mbi gjykatën. Dhe kur njerëzit fillojnë dhe shohin një figurë të zezë, me drejt pa drejt, nuk bëjnë nuanca, atëherë më pas do të ndodhi dhe kjo. 10 vite më pas ndodhi për fat keq. Dhe nuk ka asnjë çudi këtu do ta mbyll këtë parashtrim të tërë, do ta mbyllim me diçka tjetër. Në dokumentin që rrodhi më pas nga DC Leaks, një website që nxorri dokumentin e strategjisë 4 vjeçare të Fondacionit Soros në Shqipëri. Dokumenti diku nëntorit vitit 2013, sapo del nga dokumenti që sapo kishte ardhur në pushtet qeveria socialiste. Ai dokument kishte detaje të rëndësishme se si pritesh të ndodhte reforma në drejtësi. Unë që kam kaluar të gjitha të proces, jam çuditur kur kam parë që aty ishin shkruar pothuajse të gjitha. Dhe një prej tyre ishte duhet të krijojmë perceptimin e publikut që ta kërkoj publiku reformën në drejtësi. Pra duhesh denigruar më parë, pastaj të ndodhte. Dhe kujtoni gatet e drejtësisë të kryeministit Rama. Kujtoni më pas dhe ambasadorë që thonin duhet iki 80% e gjyqtarëve të tjerë, ndërkohë që ne thonim nuk ka njerëz të mjaftueshëm. Të njëjtën gjë thoshte Komisioni i Venecias. Pra në të gjithë të mishmash të mëshëm, në fund fare po, edhe kjo ka qenë. Pra në gjithë të jemi për fat keq ushtrua rruga drejt dal nga dal drejt asaj që